Neni C i Kushtetutës Shqipërisë, kur në amendament në aneksin kushtetus, kanë nxjerrë në mënyrë të qartë, thotë që këta kanë statusin e antarët të gjykatës kushtetuese. Dhe antarët e gjykatës kushtetuese nuk shkojnë në gjykatë apele dhe KLG-ja, pra Këshilli i Lartë Gjyqësor, nuk ka kompetencë që të mbrojë antarët e gjykatës kushtetuese, e përcakton ligji numër 96. Neni 2 thotë në mënyrë të qartë, 2G thotë që KLG-ja e mbron të gjithë magjistratët përveç thotë antarët e gjykatës kushtetuese. Është futur gjithë një copë neni aty dhe nga informacionet që kemi marrë është bërë një lobim, janë të 7 ligjet, që 7 ligjet të firmosura dhe ka qenë, nuk kanë qenë me bazë gjërë politike, por 7 ligjet janë bërë me konsensusin e LSI-s, atëherë sot Partia e Lirisë dhe Partia Socialiste, pra nuk ka qenë opozita, dhe i kanë bërë të ligje, shtu një diskutohet që është natën është kjo dispozit kjo, që gjyqtarët e përprash një ligj i cili bie në kundërshtim me kushtetutën, thot emron. Dhe problemi fundit që është me ata, ta kërkojnë të shmangen vetimut, kontrollit. E mendon këtë? Këto, Ina Rama dhe Sokol Çoma, kemi parë në media, ka rrjedhur në media, kanë shkuar, kanë kapur antarët e KLG-s duke ushtuar ndikim palishëm. Duke, domethënë që mos futen në vetim, këta duhet kontrollohen, qoftë Ina Rama, qoftë Sokol Çoma, duhet verifikohen nëse plotësojnë kriteret e ligjit për të qenë aty. E para, nëse do respektohet ligji. Por ky ligj është antikushtetuesje, sepse antarët e gjykatës kushtetuese nuk shkojnë në gjykatë apeli. Dhe KLG e ka tashmë këtë praktikë dhe shoqata jonë ka ankuar në gjykatë kushtetuese. Nenin 166.6 të ligjit numër 96 si antikushtetues. Këta të kthehen në vendin e parshëm punës. Një pjesë kanë punu basketbollistë që kanë luajtur basketboll, i bien thënë të punojnë prapë basketboll. Ato që kanë shërby politikës kthehen aty ku kanë qenë, sepse nuk kanë qenë gjyqtar.